A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Allahun e madhreshëm e lutim që Allahut na ketë pranuar këtë ditë të agjerimit, të jetë i kënaqur Zoti jon me veprat tona, fjalët tona, punët tona dhe veprimet tona. Dhe për ato të cilat kemi gabuar, kemi bërë lëshime, gabime eventuale, me dije dhe pa dije, Allahut i drejtohemi me lutje të sinqerta nga shpirti dhe zemra jonë, që Allahu të na trajtoj me butësi, rahmet dhe mëshirë. E lusë Allahun fuqiplot, që Allahu na i fal gabimet tona, na i fal lëshimet tona, na i fal tëmetat tona, dhe të na shpërblej Allahu fuqiplot për adhurimet dhe veprat e mira të cilat po i veprojmë gjatë këtyre ditëve të këtij muaji të bekuar. Të dashur vëllezërit e mi, prej mirësive të shumta të Zotit fuqiplot është që Allahu i madhreshëm prej dashurisë që e ka për robin e tij, për njeriu besimtarin, ka bërë që këtë njeri ta enkurajoj, ta stimuloj, ta nxit që njeriu t'i lutet Allahut fuqiplot. Njeriu t'i drejtohet Zotit të madhreshëm. Njeriu të bëj dua tek Allahu fuqiplot. Përveç kësaj, Allahu i ka garantuar atij që e lut Zotin se përveç lutjes, Allahu edhe do t'i përgjigjet atij. Allahu do t'i ndihmoj atij. Allahu do ta përkrahë atë. Por ka kërkuar që ne ta lusim atë. Ne të kërkojmë prej tij, ne t'i drejtohemi atij. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti juaj ka thënë, lutuni mua, unë ju përgjigjem. Kjo kërkesë e Zotit është për ne robërit e tij. Është për besimtarët, është për muslimanët. E më thuani, a ka dikush që s'ka nevojë për lutje sot? A ka dikush që nuk ka kërkesa sot? A ka dikush që s'ka nevojë sot? Të gjitha këtu t'i shprehim në dy duart e tona, të cilat i ngritim lart, e me të cilat i kërkojmë Allahut. Sepse Allahu është bujar, Allahu i jep, Allahu ka, por Allahu pret prej nesh që ne të kërkojmë prej tij. Ne ta lusim atë, ne t'i drejtohemi atij. E Ramazani është muaj i veçantë, në të cilin e ka bekuar Zoti kohën, veçanërisht kur robi i drejtohet Allahut fuqiplot gjatë gjithë ditës të Ramazanit, sepse jemi në adhurim, jemi në kërkim, cilët kërkim përveç kënaqësisë së Zotit, përveç razisë së Zotit, përveç shpërblimit të Zotit. Andaj të lusim Allahun fuqiplot. Ne edhe brenda namazeve tona e lusim Zotin gjithherë. Çka themi? Ihdina siratal mustaqim. O Zot, udhëzona në rrugën e drejtë. Udhëzona në rrugën e mirë, udhëzona në rrugën e atyre me të cilët ti i kënaqur me ta. A nuk është dua kjo? As kemi nevojë ne për këtë? Po, padyshim që po. Edhe me këtë e themi më shumë se 40 herë mbrana ditës. O Allah, udhëzona në rrugën e drejtë. O Allah, lëna në rrugën e drejtë. O Allah, forcona në rrugën e drejtë. O Allah, ndihmona në rrugën e drejtë. Mos na lej fit, mos na devijo, mos na dëno. Të gjitha këtu janë dua. Muhamedi alayhis salam ka thënë që duaja, lutja, është truri i ibadetit, truri i adhurimit. E më thuani, a ka diçka vlerë kur nuk ka tru? Kur thelbi nuk ekziston, a është e vlefshme diçka? Asesi, nuk ka vlerë. Madje Rasulullah alayhis salam prej haditheve të tij ka thënë, Allahu hidhrohet me robën e tij kur ai nuk i lutet Zotit. Qofse ne nuk e lusim Allahun, nuk kërkojmë prej Allahut, Allahu hidhrohet me ne. Allahu pikëllohet, pret që ne ta lusim atë. Asnjëherë nuk e gjeni në Kur'an që Allahu ka thënë, ky grup mos të më lutet. Këta gjunaqtar mos kërkojnë se s'ju jap. Këta që kanë bërë mëkate mos të pendohen. Por na inkurajon Allahu, lutuni se unë ju përgjigjem. Unë po pres ju t'ju dëgjoj, juve t'ju dëgjoj,
juve t'ju ndihmoj, vetëm kërkani, lutnu, bëni dua të Zotit. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë, atij që i bëhet rrezik, lutja nuk i ndalohet pranimi i saj, sepse Allahu në Kur'an ka thënë, lutmuni se ju përgjigjem. Premtimi i Zotit është i vërtetë, ajeti i Kur'anit është i vërtetë, Allahu jon është i vërtetë, kërkesat e tij janë të vërteta, por dhe përgjigjet e tij dhe shpërblimet e tij janë shumë të vërteta. E imja dhe juaja mbetet, mos ta lëshojmë trurin e ibadetit, mos ta lëshojmë kërkesën e Zotit, mos ta neglizhojmë fjalën e Zotit, sepse Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah ka thënë, trishtimi i njeriu largohet kur ai shkon në sejdë. Gjitha lodhjet, gjitha mundimet, gjitha trishtimet, gjitha streset largohen kur ne e vëm ballin ton të shtrejt në sejdë veç për Zotin. Ndërsa lumturia, qetësia, kënaqësia dhe rahatia vjen kur ne i ngrisim duart dhe bëjmë dua. Lumturia e njeriu është në duat e tij. Duat e natës ta ndriçojnë ditën. Duat që ne i bëjmë natën nuk na shef askush. Lutjet që ne i bëjmë nuk i di askush. Pse më thuani për shpëritjet e xhamatit dhe imamit në xhami. Ai dëgjon dikush? Të gjithë lutemi pa zon. Të gjithë lutemi në vetvete. Të gjithë lutemi për vete. Por pse nuk lëshojmë zonë duat e tona në xhami? Zakonisht bëhet pa zonë duaja. Por pse se ngrisim zërin? Sepse dim që Allahu në Kur'an ka thënë, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robërit e mi për mua, thuaj unë jam afër. Allahu është me ne. Allahu na dëgjon ne. Allahu kërkon prej ne. Çfarë po kërkon Zot? Ud'uni astajib lakum. Lutmoni, kërkoni, unë do t'ju jap. Për fund, po e mbyll këtë temë, e cila është shumë e vlerë dhe shumë e peshë, dhe e cila nuk mbyllet me këta minutat e tona, por vetëm si kujtim ndaj vetvete dhe juve për këtë temë të çmuar dhe të vlefshme. Muhamedi alayhis salam ka thënë, njeriu është në mirësi dhe në të mira derisa nuk bëhet i nxitueshëm, derisa nuk nxiton, derisa nuk ngutet. Ja Rasulullah, e kush është ai që nxiton? A është dikush që nxiton edhe ngutet? Po, tha Muhamedi alayhis salam. Ai i cili thot e luta Zotin në diçka dhe nuk më përgjigj. Shpesh herë dëgjojmë ne, o hoxh, po e lut Allahun, po s'po më përgjigjet. Kom insistuar në dua, po s'po më përgjigjet. Nëse Allahu nuk po të përgjigjet në dua, dije që ajo që ti ke kërkuar nuk është hajër për ty, sepse po të ishte hajër do të vinte, ose nuk është koha që tani të vijë ajo. Dhe shpesh herë kemi dëgjuar, elhamdulillah që nuk ndodhi ajo për cilën jam lut, sepse nuk kishte qenë hajër. E bindu që Allahu e din çfarë ty të nevojit. Allahu e din çfarë mua më duhet. Dhe e din kur është koha që ajo të ndodhë. Lutuni te Zoti, shpresoni te Zoti dhe mendoni mirë për Zotin, sepse Zoti ju don me ju pas afër madhërisë dhe mëshirës së Tij. Qofshin në mëshirën dhe rahmetin e Zotit ju dhe familjet e juaja. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.